Allahu i lartë madhruar për me tregu se është i vetmi krijues absolut. Na ka tregu që asnjë gjethë nuk bjen në tokë pa lejen dhe dijenin e tij. Asnjë pikë shiu nuk prek në tokë apo në vend caktuar vetëm se me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ana përmend neve Allahu apo nuk na përmend, e kemi shumë thjesht me shiqu nëse e hapim Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartë madhruar në surën Al-Baqara në ajetin 152 thotë: Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, kujtomni mua, adhkurkum, që kujtojnë juve. Përmendni ju mu, njërë që ju përmend juve. Sa bukurie madhe që Allah më të përmend. Kur ndodh kjo që Allah më të përmend ty, dhe ndodh që më të përmend ty dhe mos më përmend dikon tjetër. Ndodh që më të kujtu ty dhe mos më kujtu dikon tjetër. Ndodh që më të pa ty dhe mos më pa dikon tjetër. Po, pra janë çështje ndame. Allahu ka treguar që Allahu ka me të pa dhe ka me të kujtu dhe ka me të shiqu atëherë kur ki me qenë në rrugën e ti, kur ki me qenë praktik ndaj asaj që Allah ka kërku nga ti apo nga krijesat, nga njerëzit. Allah i lartë madhruar na ka të regu se momentin që ne lidhemi në namaz dhe marim tekbirin fillestar, themi Allahu Akbar, Allahu i thot me lajkeve, robi vetëm se më përmendi mua. Pra, në qatë moment, Allahu i tregon me lajkeve dhe i thot që tash më ka përmend filoni, për krejt njerëzimin, për krejt ata që e kujtojnë Allah subhanahu wa taala. Momenti që thot robi, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndërimi takon Allahut Zotit e botrave. Allah subhanahu wa taala i thot me lajkeve, tash vetëm sa më falënderoj robi. Pra Allahu i lartë madhruar flet me ty direkt momentin që ti fal namazin. Për atë edhe kur kalojmë në ajetin 153, surën Al-Baqara, shohim që Allah na ka tregu detajisht se kur Allah të kujton dhe kur Allah flet me ty. Ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. Allah na ka tregu se nëse ndërtojmë veten tonë dhe kërkojmë nga Allahu përmes namazit edhe sabrit, Allahu ka më na kujtu, Allahu ka më na pa dhe Allahu ka më na vëzhgu. Pra, Allahu thot, falë namazin, unë të kujtoj. Knotja jetë namaz, unë flas me ty. Nuk i ka Allahut asnjë gjë. Ta Allah subhanahu wa taala nuk mund të më shef asnjë gjë. E përcjell çdo krijesë, cila do koft ajo, koft njeri, kof me lajke, kof gjin, kof shejtan, kof krijesa tjera, hajvanatin, shtaz, shpez, apo qofshin edhe krijesa si toka, qejt, yjet, dielli dhe hëna. Me secilën Allahu subhanahu wa taala flet. Dhe secila i jep raport Allahu subhanahu wa taala. Dhe secila e ka lëvizjen dhe notimin e saj, ashtu sikur se ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe si ta kuptojmë më bukur. Në ditën e gjykimit, kur Allahu subhanahu wa taala i ringjall krijesat, disa prej krijesave, prej njerëzve ka mi ringjall verbër. Dhe ata i thonë Allahut, o Allah, po pse na ringjallet verbër kur kemi qenë në dunja, ne kemi pa krejt jetën 50 vjet, 60 vjet, 100 vjet, 200 vjet, kush ka jetu ma herët, ne kemi pa krejt jetën tonë, kena pas sy. Pse na ringjallet verbër? Allah subhanahu wa taala i thot, kështu keni qenë ju të verbër ndaj argumenteve tona, ndaj urdhrave tona, keni qenë mohus, ashtu edhe ju kom ringjallun ashtu sikur se keni qenë në dunja. Dhe e kundërta e saj, Allah subhanahu wa taala, ata që e kanë pranuar Allahun, dërgumin e tij, fenë e tij, kanë punu, kanë vepru, domethënë janë fal, kanë agjëruar, kanë kryer urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Te Allahu ka mi pa, Allahu ka me fol me ta dhe Allahu ka mi jep shpërblime të mëdha. Andaj e shohim dy natyra të ndryshme dhe dy gjendje të ndryshme, që të dyjat kanë jetuar në dunja dhe që të dyjat ringjallen në ahiret. Mirë, po Allahu disave i tregon se nuk ke qenë ti për atyre që më ki kujtu në dunja, ta kujton ditën kur del para tina, tregon se unë të kom vëzhgu o krijesa jam, s'ki pas ku me mik, dhe ti shpalodh gjitha veprat tuaja dhe ato që ti ki haru. Nuk mundet më shef asnjë gjë te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është tregues që Allahu ka përcjell për çdo send, çka është e jashtme jotja, çka është e brendshme jotja, çka është ajo që e ki thon, çka është ajo që e ki mendu, çka është ajo që ki bë dhe ata që ki pas me vë. Andaj kjo është Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë kujton Allahu në mënyra tjera, po të kujton në mënyra tjera. E kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po mirësia më e madhe kur robi çon salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, kur thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, thot kush çon salavat një herë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu çon salavat 10 herë mbi ta. Dhe Allahu e dërgon një melajke, sa herë që ti bën salavat, Allah e dërgon një melajke te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Rasulullah, ka shu salavat filoni i biri filonit, të përmend ty me emën dhe përmend babën tënd para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të përmend Allahu, të
përmendin me lajket, të përmendin të krijesa më dashur dhe më mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu për çdo një herë që ti përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me çon salavate, Allahu çon 10 herë me ty. Kjo është Allahu. Andaj nëse do të fol me Allahun subhanahu wa taala, fal namaz. Nëse do të më fol Allahut, lexoj Kur'anin. Është shumë e thjeshtë që Allah ta dëgjojë brendsinë tonë dhe të jashtëmen tonë. Është shumë e thjeshtë për me vrejt se a është duket pa Allahu apo nuk është duket pa Allahu. Allah gjithmonë sheh. Mirë pa Allahu disa krijesa nuk don mi pa. Ditën e gjykimit disa prej krijesave i thot merre librin dhe gjykoje veten tonë, s'duas me të pas, s'duas me të folas, kur gjë s'do më marr me ty. Nuk ki dasht as me pas, me ndëgju, as me besun ti në dunja. Ik gjykoje veten tonë, shkallit gjykoj zotra që i ki marti për zotra, as nuk ki flet, as nuk don me i pa dhe ka mallkim ndaj tyre. Mirë, po ka dhe krijesa tjera që Allah i afrohet, ashtu sikur se i takon Allahu subhanahu wa taala dhe i flet dhe i thot o robi jam, e ki bo filan gjinajn, e ki bo filan gjinajn, e ki bo filan gjinajn, thot ta kam mbulu në dunja, po ta mbuloj edhe në ahiret. Fol Allahu veç secilin prej besimtarëve. Ky është Allahu subhanahu wa taala. Atë flet Allahu, atë kujton Allahu, po atë flet Allahu, të kujton Allahu, atëherë kur ti flet me Allahun, dhe atëherë kur ti e kujton Allahun, atëherë ti kur falesh, atëherë kur ti agjeron, atëherë ti kur jep zakat apo kryen haxh, atëherë kur jep sadaka, atëherë kur urdhron të mirë dhe ndalon nga keqja, çdo gjendje që e bën siç ka kërkuar Allahu dhe i dërguari i tij, Allahu ka më fol me ty dhe ka më dëgjuar dhe ka më